Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 38 vjeçe dhe jetoj në një fshat të vogël ku çdo gjë dihet dhe merret vesh për të gjithë. Nuk ka sekrete. Çdo hap që bën, çdo fjalë që thua, çdo vendim që merr, bëhet temë bisede. Unë prej vitesh jam një nga ato tema. Akoma nuk u martua kjo. Çfarë pret më? A ka mend të ngelet vetëm? Këto janë fjalët që kam dëgjuar më shpesh se sa mirëmëngjes. E vërteta është që jeta ime nuk ka qenë e zbrazët. Kam punuar tokën, kam ndihmuar familjen, kam mbajtur shtëpinë. Kam qenë gjithmonë e rregullt, e qetë dhe pa probleme. Nga jashtë dukem si një grua e fortë që e di çfarë do, por nga brenda jam ndryshe. Jam një vajza që nuk guxoi kurrë. Nuk hodhi hapin e parë. Gjithmonë mendoi ndoshta nesër. Dhe ajo nesër u bë vite me radhë. Nuk kam pasur asnjë lidhje serioze në jetën time. Jo sepse nuk kam pasur mundësi. Përkundrazi, kam pasur shumë. Prej moshës 20 vjeçe deri më sot, burra të ndryshëm kanë ardhur në shtëpinë time për të kërkuar dorën time. Disa kanë ardhur me familje, disa kanë dërguar fjalë përmes të tjerëve. Disa prej tyre ishin shumë të mirë, të ndershëm, punëtor, të respektuar në fshat. Megjithatë, unë gjithmonë gjeja një arsye për të thënë jo. Ndonjëherë thosha që nuk më pëlqenin, ndonjëherë që nuk ishte momenti, por në të vërtetë arsyeja ishte gjithmonë e njëjtë. Kisha frikë. Frikë nga afërsia, frikë nga intimiteti, frikë se mos nuk do dija si të isha ajo që duhet të isha. Këto gjëra nuk i kam thënë kurrë me zë, sepse më vinte shumë turp. Në një vend si ky, këto nuk kuptohen lehtë. Këtu pritet që një vajzë të martohet, të krijojë familje dhe kaq. Askush nuk të pyet se si ndihesh, askush nuk të pyet nëse je gati. Sot jam 38 vjeçe dhe situata është bërë akoma më keq. Tashmë ndryshe nga sa mund të mendohet, kam më shumë kërkesa se sa kurrë. Janë rreth 10 burra që në një formë apo në një tjetër kanë shprehur dëshirën të martohen me mua. Disa janë të divorcuar, disa nuk janë martuar kurrë, disa kanë fëmijë, disa janë më të mëdhenj, disa pak më të rinj. Familja ime më thot çdo ditë, zgjidh një, nuk mund të rrish gjithë jetën kështu. Dhe unë rri dhe i mendoj, analizoj, krahasoj, por në fund nuk zgjedh asnjë. Sa herë afrohem me iden për të thënë po, fillojnë mendimet. A do di të jem grua për dikë? A do di të sillem në një lidhje? A do më gjykojnë për faktin që nuk kam pasur eksperiencë? A është shumë vonë për mua? Këto pyetje më paralizojnë. Dhe kështu, koha kalon. Një nga këta burra një ditë më tha diçka që nuk e harroj kurrë. Ti nuk ke frikë nga ne. Ti ke frikë nga vetja jote. Në atë moment nuk dija çfarë të thosha. Në thellësi e dija që kishte shumë të drejtë. Unë kam ndërtuar një mur rreth vetes, një mur që më ka mbrojtur për vite, por tani më ka mbetur peng. Nuk di si ta rrëzoj. Ka net që rizgjuar dhe mendoj për jetën time. Mendoj për vajzën që kam qenë, për mundësitë që kam pasur, për jotë që kam thënë pa i menduar fare. Dhe pyes veten, a kam humbur shumë? A është ende koha ime? A mund të filloj nga e para në këtë moshë? Pastaj vjen mëngjesi dhe gjithçka vazhdon si zakonisht. Punët e shtëpisë, toka, rutina, por brenda meje diçka ka filluar të ndryshojë. Për herë të parë po e pranoj që problemi nuk janë të tjerët, por jam unë. Dhe ndoshta zgjidhja nuk është të gjej burrin e duhur, por të gjej guximin, të guxoj të them po, të guxoj të gaboj, të guxoj të jetoj, sepse në fund nuk ka rëndësi sa kandidat ke përpara, nëse nuk je gati të hapësh zemrën për asnjërin. Dhe ndoshta, edhe pse jam 38 vjeçe, kjo është hera e parë që po e mendoj seriozisht ta bëj këtë hap. Për veten time, jo për fshatin, jo për familjen, por për mua.